Jo, Balluku atje nuk do kthehet më, ta them këtë për këtë jam I bindur. Dhe Balluku nuk do kthehet më. Zotëri, a erdhi një grup prokurorësh amerikan këtu te Spaku? Zyrtari I lartë Fleming, amerikani, Departamentit Amerikan Shtetit, takoi prokurorin që kërkoi masën për Ballukun, Dritan Prençin. Faleminderit. Pra, son grekët, çfarë bën mjau në Qeramide? Erdhi ai që u arrestua Balluku, se të mos kisha ardhurë nuk do arrestohej. Pra, vërtetoi katërcipërisht që Spaku vepron në drejtimin dhe në urdhrat e amerikanëve që e paguajnë, që kanë ngritur si strukturë dhe e paguajnë. Dhe kjo mua më qetëson shumë, më kënaq. Por nuk më kënaq plotësisht, duaj të çojmë punën deri në fund. Të marr Berishën dhe Ramën të marr atje të dy. Të përgjigjen. Ka disa që janë shqetësuar avokat në opinionin publik, pasi mendojnë që fakti që Balluku, gjykata pezulloi Ballukun, po merr kompetencat dhe po dikton ekzekutivin tani. Ju si mendoni, ka të drejtë I pezulloi të zgjedhurit apo të emëruarit, sepse ju jeni avokat, ju njihni ligjin. Të lutem, ti je I korruptuar, ti ke zgjedhur, edhe meqense je zëvendës kryeministër, duhet të rish lirët që janë këtu, vetëm në Shqipëri ndodhin këto. Prandaj thashë jemi një shtet karagjoz me një pushtet karagjoz. Po si mundet sepse gjykatës mundi teket nesër, thotë pezulloi gjysmën e qeverisë. Gjykata zotëri është gjykatë. Dhe nuk e vendos gjykata atë, kërkon prokurori, nëse prokurori çon prova në gjykatë, patjetër dhe gjysmë e qeverisë qërohet. Që duhet bjerë tërë qeveria, se ka rënë për të rënë. Po thash, prapë të shkoj tek ajo jemi një shtet karagjoz. Se gjysmë e qeverisë të burg dhe kryeministri deleve krihet me kurvat jashtë shtetit, kjo s'është më nëse I shtet. Avokat, po tani këta që mendoj kështu, theksojnë që këtu tani po bijem në Republikën e Prokurorëve, pra kanë ata komandën. Dëgjoj, këto I thonë, më vjen keq se kanë folur dhe jurist, edhe jurist deri diku me peshë. Dhe na I quajnë grushtetin, na I quajnë që ka rrëzuar qeveria. Jo, zotëri, jo. Jo, zotëri, drejtësia ka punën e saj. Grushteti, zotëri, dikur mund ta quash, po I drejtojnë personat që ka folur dje. Grushteti do ta quash vetëm kur të dalin tanket në rrugë. Ai është grushteti. Edhe jo ky që të dalë hajduti para drejtësisë që ka grushteti. Jo more, do të vinë sa të doja ajo, meqense ti je I majt, ke qenë pjesë e qeverisë, ke qenë ministër drejtësie, edhe tani janë delë që nga bërë grushteti. Jo, nuk është grushteti, është vendosje e drejtësisë në vend. Dhe drejtësia do vej në vend. E keni me Marianin këtë besoj. Ju e thatë, nuk e tha shumë. Po, se e tha ai e cilësoi si grushteti faktin që për zëvendës kryeministrit. Ky përcaktim nuk I shkon Ylli Manjanit si ministër drejtësie që ka qenë. Rama pret ata që po e mbajnë në pushtet. Dhe Rama pa pik përgjegjësie dhe pa pik turpi dje deklaroi dhe tha ne jemi në Evropë, s'kemi punë me tjerë, pra sepse Rama I shikon që me Amerikën I ka mjell hudhra. Ramën Amerika do ta çojë atje ku ka vendin. Dhe Rama këtë e di. Tani që nuk ka kush e drejtojnë qeverinë, mos keni merak. Se në rast të tilla qeverinë edhe shtetin e drejton o presidenti o kryetari I kuvendit. Nuk mbetet vendi bosh. Cila qeveri do mbetet pa punë, se s'po kuptoj. Qeveria që vjes, qeveria që ka deri tani kanë 4 miliard euro të vjedhura nga kjo qeveri. Avokat, po janë 83 mandate që e kemi votuar, e kemi qeverinë tonë. Mirë keq. Jo, nuk e kemi votuar. Ata janë 83 mandate të vjedhura, është bërë ato ishin zgjedhje parodi, nuk ishin zgjedhje për të zgjedhur. Ne kemi 80 ca vjet që nuk votojmë, që votojmë edhe nuk zgjedhim. Nuk na pyet njeri. Kështu që edhe Amerika e di se që janë këta, Amerika I ka përcaktuar, I ka vlerësuar, u ka dhënë atë që u takon dhe prandaj dhe Spaku ka ardhur aty dhe ka dhënë urdhër. Urgjentisht arrestohen të korruptuarit. O zotëri Manjani, po ja them që këtej. Dhe po desha hajde të bëjmë debat bashk. Ajo zonja akuzohet se ka vjedhur. Që është zëvendës kryeministrit do thotë se duhet vazhdoj të vjedh, se këtë s'kuptoj unë nga ju.
Jo, avokat, ai edhe të tjerët mendojnë që shiko, qofse ka vjedhur, merr mas arrestoje, jo ta pezullosh edhe ta lësh aty, sepse tani po e pezulloje, le vendin pa qeveri, ti kërkon mas arresti, bëj kërkesë parlamentit, sepse ajo si deputete nuk është e prekur. Pra, për ta thënë më thjesht avokat, ajo jashtë shtetit mund të lëviz si deputete, por nuk lëviz si zëvendës kryeministre. Apo jo ishte ndaluar dalja jashtë shtetit, ishte që dhe pasaporta. Po pra, po ajo nuk është pezulluar nga funksionet si zëvendës kryeministre dhe ministre, jo si deputete, sepse nëse do kishte pezullim si deputete ose mas, atëherë do ishin drejtuar SPAK-u dhe gjykata parlamentit për heqjen e imunitetit, pra për mas sigurie. Nuk është vonë. Arrest, thash gjithë tjera. Nuk është vonë dhe s'ka fate për këtë punë. Problemi është që ajo duhet pezulluar nga detyra të mos vazhdojë të vjedhë. Ishte hequr mundësia për të vjedhur me këtë mas të SPAK-ut. Të mos i trajtojnë problemet se na u bë kiameti se u arrestua zëvendës kryeministrja. Edhe pastaj çfarë? Se ditë për ditë dalin vjedhjet. Ditë për ditë populli po grabitet në mënyrë më skandaloze ky shtet. Dhe ai ka dëgjova sot në media që pas ka thënë do shtohen rrogat e administratës, polici, shëndetësi, arsim, dhe s'ka zënë gojë policët, pensionistët, më falë. Po e ka zënë, do jetë ai çdo muaj e rritja, në mos gaboj. Ai është mashtrimi komunist, i përpikt komunist, i urdhëruar nga Bashkimi Sovjetik Evropian i Evropës, nga Bashkimi Sovjetik i Evropës, sepse Evropa është Bashkimi Sovjetik sot për sot. Evropa është më anti-shqiptarja e mundshme, dhe ai atjeve të falet të evropianët. Edi Rama ta di mirë të më dëgjoj. S'ke nga vete, do vesh se s'bën atje ku ke vënë, ke vjedhur, ke grabitur, ke bërë po shësit më të mëdha që mund t'i bëtë këti kombi. Po pra si janë armiqtë tanë dhe miqtë e tia, janë LGBT-qët e Evropës. Janë ata që na imponuan atë ligjin e Gjinive. Dhe del një burqe atje dhe a uan koka ajo sepse i shkelur e drejta e LGBT-qëve, se më kalon në internet tjetër ti. Jo do drejë. E di që kemi shumë për të folur, po edhe kam dhe diçka për masën e sigurisë. Tani, përpara në momentin që u kërkua masa për zotin Berisha, për dosjen Partizani, pat një gurgulet mall atëherë nëse ndalimi daljes jashtë shtetit ishte kufizim lirie apo jo. Dushet i drejtoheshin parlamentit apo jo. Po në këtë rast, duket se u vendos precedenti atëherë dhe në këtë rast ata s'u drejtuan fare për Ballukun. Në të gjitha rastet vendos Byroja Politike e Partisë Punës Shqipërisë, që qeveris sot Shqipërinë. Në të gjitha rase, po se dënoj partia, drejtësia dhe t'i bjerë të në qësë sa të doj. Pra, si Berisha dhe Rama dhe Ballukja dhe të gjithë këta, janë nomenklatura e komunistëve shqiptarë në pushtet, si dje dhe sot. Dhe këta drejtësin e komandojnë dhe e respektojnë kur do qefi si pas interesave të tyre. Që të akuzosh Berishën për klubin Partizani dhe të mos e akuzosh për ato krime monstruoze që janë bërë gjatë qeverisjes së tia, kjo është. Do dalim atje tek ato të Berishës, por avokat, tani ju si